Berisha humb njeriun e afërt. Mesazhi i ndjerë. Ish-kryeministri Sali Berisha postoi një mesazh online pas ndarjes nga jeta të kushuririt të tij, Sulejman Berisha. Ish-kryeministri shkruan se atë e kishte si vëlla, ndërsa e vlerëson si patriot i vërtet. Mesazhi: Zi në familjen tonë. Sot ne përcollëm në banesën e fundit një njeri shumë të dashur të familjes tonë, djalin e xhaxhait tim, Sulejmanin, që kur filloi memoria ime, ai, moçanik, me mua ishte për të gjithë vitet e fëmijërisë dhe më vonë si vëlla për mua. Së bashku ndam lojrat, gëzimet, dashurinë e prindërve, familjarëve tanë dhe përfunduam shkollën 7 vjeçare. Më vonë rrugët tona u ndan, por jo zemrat tona. Ai qëndroi në kodër të Prifçit në Tropoj, aty ku dhe u martua dhe krijoi familjen e tij të mrekullueshme. Sulejmani pati një jetë plot sakrifica. Ai punoi si minardor, pothuaj në të gjitha minierat e rrethit dhe qarkut të Kukësit. Kur nuk kam njohur një njeri më punëtor se ai, apo që të ketë djersitur më shumë në punë se Sulejmani. Kudo që ai punoi me ndershmërinë, njerëzit dhe respektin e tij, bëri miq dhe shok të shumtë. Miq, Sulejmani ishte një patriot i vërtet. Në vitet 1996-1999, ai e shndëroi shtëpinë në kodrën e Prifçit, në një nga bazat më të rëndësishme të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ai vetë së bashku me djemtë e tij Halilin, Gëzimin dhe Arbenin morën direkt pjesë në veprime dhe operacione të UÇK-s kundër pushtuesve serb. Ai priti dhe përsolli me qindra luftëtarë të lirisë, komandantësh quar të tyre, ndër të cilët ish kryeministrin e Kosovës, zotin Ramush Haradinaj, ish komandantin e pavdekshëm të UÇK-s, Ilir Kunushevsi e shumë të tjerë. Në ato vite me dhjetra gazetar, diplomat, ambasador, ushtarak, zbulues nga shumë vende vizituan shtëpinë dhe kodrën e Prifçit. Sulejmani i priti dhe i përsolli ata në përputhje me traditën. Të gjithë ata, pyetjes se pse keni lejuar këtu një bazë ushtarake, morën nga ai vetëm një përgjigje: unë po respektoj traditën e familjes time. Në fakt, ai e tregoi veten i biri i tatit, Zeqir Halilit, i cili që nga mosha e tij e re dhe deri në vitin 1944 kishte marrë pjesë në çdo përpjekje kundër pushtimit serb dhe për lirinë e Kosovës. Por kësaj here lufta u fitua. Sulejmani mbylli sytë përgjithmonë nën kujdesin e përsosur të bashkëshortes dhe fëmijëve të tij. Ati i dhanë lamtumirën e fundit familjarët, të afërmit, miqt, shokët, ish-kryeministri Haradinaj dhe bashkë luftëtar të tij nga Kosova dhe emigracioni e diaspora. Mbeten përfundimisht mirënjohës ndaj të gjithë atyre që na nderuan sot me praninë e tyre në lamtumirën e si vllau tim Sulejman Zeqir Berisha dhe i lutem Zotit që shpirti i tij i mirë të gjej paqen e merituar. Amin.